Nëse ndalemi tek tematikat dhe temat të cilat i trajton dhe i prek kaptina En'am, respektivisht ajetet e saja, kishim me i veçu disa prej temave të cilat i trajton kaptina En'am. Prej temave të para dhe prej temave që fuqishëm i trajton kaptina En'am dhe versetet e kësaj kaptine, është besimi i drejt dhe i pastërt, akideja e pastërt dhe pregaditja e mendësis dhe disponimit për të përqafu parametrat dhe konceptet e besimit të drejt dhe akides së pastërt që nënkupton njëshmërinë ndaj krijuesit fuqiplot dhe largimin dhe distancimin prej çfarëdo lloj idhujtarie, e bestytnie, e veprimeve ignorante që mund ta përcjellin dhe ta shoqërojnë çdo individ. Një temë tjetër që trajton kaptina dhe versetet e surës En'am është se trajtohet me kujdes dhe me përplot argumente dhe prova shpallja e të vërtetës dhe argumentet hynore. Është shumë rëndësi që argumentet e qiellit, argumentet hynore, të kuptohen, të lexohen sakt dhe drejt, e pastaj të bindemi në të vërtetën e madhe të shpalljes e cila është e vërteta e vetme e që nuk mund të rivalizoj asnjë storje dhe asnjë narrativ tjetër madhështinë e të vërtetës së madhe. Një temë tjetër që e trajton kaptina En'am është refuzimi pa kompromis i idhujtarisë dhe i bestytnive besimeve të kota.